mirëmbrëma të dashur telespektator, mirëmbrëma. Sonte korespondenti ynë na ka njoftuar se tema do të jetë surprizë. Atëherë le ta zbulojmë së bashku. Zoti Vani? Pa, zoti Ari? Po, alo, Zoti Vani, nuk e di pse ju vjen zëri me ndërprerje? Alo? Po? Ma do gjanë zoti Ari? Po. Ta vjen më më ndërprerje? Jo. Mirë. Alo, më thonë të kemi një tema surprizë. Është shumë e bukur, unë kam dalë në rrugë dhe kam bërë një silazh. Çfarë keni bërë silazh? Silazh? Pa. Çfarë nuk të kuptoj zoti Vani. Që del në rrugë dhe pyet njerëzit e më pyetja. Po ajo nuk mor djalosh tash. Ajo nuk quhet silazh, por quhet sondazh. A dia pa thjesht të doha të pavagoja. A kapta. E kap. Atëherë na tregoni diçka për sondazhin. Atëherë, kemi dalë në për rrugë dhe kemi pyetur turistat e huaj se çfarë mendojnë për Shqipërinë, pse ata e pëlqejnë Shqipërinë, çfarë ata shikojnë të veçantë që nuk e gjejnë në asnjë vend tjetër të botës. Shumë bukur. Atëherë zoti Vani na bëni një listë me 5 gjërat më të veçanta që shikojnë të huajt në vendin ton. 5 gjëra? Po. Het paeda. Si het paeda. Atëherë, në vendin e 5 të het paedit ton, qëndrojnë plazhat tona. Turistat vinë për plazhat tona, të bukura, ju lutem një foto nga plazhat tona. Ju lutem regjia. Një foto. Regjia. Bravo. Kjo është harmonia që ekziston mes njerëzve aty poshtë që bëjnë plazh. Ati që shet petlla, gamurit, katunaj që shet fiq, edhe qatëve të pushuzve. Kjo është një harmonia të në harmonia me njëri tjetrin. Interesante, po. Ma bukura e pushimit është kur pushuesit shijojnë atë frutin egzotik. Po. Mund na thoni kush është ky frut egzotik? Po. Një foto tjetër. Plazhi papaj. Atëherë kalojmë tek vendi i katërt, kalojmë tek Antraksi i Rallës. Ku Antraksi? Ku është? Apo që bukuria e Rallës. Nuk quhet djalosh. Ajo nuk quhet Antraks, po quhet atraksioni mor djalosh, atraksioni i Rallës. E di pa. Po, deshe të më provokosh e di. Ja. Të masja pak pulcit. Nese, bukuria e Rallës, atraksioni, po. Janë mungesa e ujit në Shqipëri, e bën Shqipëri një vend të mrekullueshëm me pamje që nuk e gjej asgjë kundi. Faleminderit. Kjo është një familje pompash. Pa. Janë që ka quni dhe ke gjyshi. Po. Edhe këto i japin ujë dhe jetë kësaj pamjas tjetër. Lutem pamja tjetër. Faleminderit. Më falë zoti Vani, po ky nuk është atraksion, ky është skandal. Kjo është skandaloze. Jo, pse që ka skandaloze, ne me këta kajnohemi, nuk janë as me i vend botës. Atëherë, vendi i tretë është, keni pasysh nismën e bashkisë çdo qytetar një pemë? Po. Atëherë, tash çdo pemë, dhe me vadit. Atëherë kemi nxjerrë nismën çdo pemë një çezme, të lutem, një foto të Rallës. Faleminderit. Edhe një foto tjetër. Një vadi. Ata kanë qenë gualet zdejgjel janë rrëtën po guet mëj. Atëherë, me që pati shumë qezma, bashkia tha, stop, të lutem, tha të shi, ka dalë me një lejmërim, lutem, foto tjetër. Të dilë në qytet të përgatitur, këpta? Zoti Vani, kjo është skandaloze, lam. Me la paragoja, kjo është më bukur, o talak. Në për në vetë turistat, që është skandaloze ato. Dhe gjë këto, edhe vendi pa funit janë cilësua shqiptarët që bashkjetojnë me kafshët. A këpta? Po, bashkjetesa me njeriun dhe me kafshën, na bën ne njerëzve më të ndjeshëm, sigurisht. Je i kafshën, zëtë jare, je i kafshën. A kap ma vete koda. Atëherë, një lutem, atëherë një pamje tjetër si bashkjetojmë në me kafshët. Të lutem, një foto tjetër. Këtu janë për vizë ambasadë greke. Dhe ka përritë në Rallë. Faleminderit.
por lajmi shumë i mirë që të liberalizohen vizat, atëherë të lutem një foto tjetër ka shkuar gjithë të drejtoria policisë. Faleminderit, për të marrë pasaportë biometrike, ja të bëhet rahat. Kjo është skandaloze, zot Ivani, kjo është e tmerrshme, na thuaj dhe vendin e parë dhe mbyllë lidhjen direkte. Atëherë, vendi i parë të dashur telespektatorë, për të gjithë ju se jam shumë emocionuar, janë dy pamje të mrekullueshme. Pamja e parë që do të shfaqim tani është një lloj mjeti që qarkullon vetëm në rrugët e Tiranës. Lutem, faleminderit. E njif në gjithë nga ngjyra verdh dhe shkujtë me zezë që është një taksi. Kurse tani, t'ju shpallim juve mjetin më të bukur që nuk ndodhet as me vend tjetër të botës, është patatip vetëm për Shqipërinë dhe më kaq të lutem vendi i parë. Faleminderit.